Shumë merë, ka thyrë dhe... Ka thyrë pemën! I me në pash! Wow! Kara! Bravo! Cosa vedi? Bravo! Po? Erdhe në jetë aty? Erdhe në jetë? Tu erdhe në jetë? Mami? Kësh mami? Aty është mami, po? Shëndetje, mirë se vini në një tjetër video këtu në kanalin tim. Unë jam Valentina, për të gjithë ju që nuk më njihni, ky është kanali im, ju ftoj të më ndiqni, të më bëni ndonjë like, ndonjë koment, çfarë t'ju dëshiroj zemra juaj. Si shkoni? Jam në kuzhinë dhe ju kam vetë një vend që është shumë i mirë për dritë. Nuk e di a ka dritë të mirë, po unë ashtu po shikoj se ka shumë dritë të mirë. Të shikoni rrëmujën time atje, nuk ka rrëmuj, okay, janë të sistemuar, po i thjesht janë në kutia. Edhe që është në supermarket, do ju tregoj se çfarë kam marrë. Edhe të hulëm të haj bukë se kam pirë vetëm kafe që në mëngjes dhe ora është më 1 dhe s'kam nga as mëngjesin as gjë dhe thash të haj t'ju tregoj se çfarë kam marrë dhe të haj dhe mëngjes pastaj. Mora vajtë më shumë për të marrë patate se do bëj gjellë me patate, me bizele, me mish viçi, me karrota, këto gjërat kështu, edhe t'ju tregoj çik se çfarë kam marrë. Edhe pastaj të haj bukë dhe do nisem sepse kam takim në orën 2.
te kopshti i Klarës për të folur për se si ka ecur Klara, është mësuar me kopshtin, a ka ndonjë problem, këto gjërat kështu do flasim sot te kopshti. Shpresoj të jetë ajo shqiptare që është te kopshti, sepse për gjuhën ju e dini se unë nuk di gjermanisht dhe u mundohem që të kem një njeri që të flasë atje te kopshti. Ka veshur këtë xhaketën kështu, më pëlqen ta mbaj mbyllur dhe të duket si bluzë, edhe poshtë kam një kanotjere, në kam xhinkse, nuk duken, edhe po shkoj me këto se po duket syrim shumë i zi dhe nuk e di pse. Dhe shkoni shifeni, shoqet e mia, këto janë shoqet e mia. Në kjo anë këtej kam shumë shoqe. Në kjo anë këtej s'kam. E ty tërgoj që çfarë mora të revë, edhe një gjë që mora gjeta tek Teneto. Teneto gjeta T-Rexin e Klarës. Klara është fiksuar me një palë kukla në televizor, në Netflix, edhe është me T-Rex, me mami T-Rex dhe 2 T-Rex të vegjël dhe 3 T-Rex të vegjël dhe një vezë. Dhe pëlqen shumë si kafsh dhe i bleva këtë T-Rexin këtuja. Ajo normal është ngjyrë roz, mami, po ne s'gjejmë ngjyrë roz dhe gjeta këtë këtuja. Edhe ja mora për 4 euro. Këtu, T-Rex i madh, se na çoron ndonjë sy me bishtin. Te Rever mora buk toste, unë marr këtë këtuja, më pëlqen shumë. Cilësia e këtij është e beja, edhe marr jo të bardhë. Marr këtë këtuja, pastaj më kishte shtoja Schnitzel. Këtuja edhe i mora që t'i bëj ndonjëherë Klarës, ku nuk kam ndonjë gjë që të bëj, bëj këto 2-3 copë, edhe jemi okay. Mora këto. Këto ishim duket te 7 euro, nuk e mbaj mend. 7 euro ose te 5 euro. Mora një bukë, se sot bëj gjellë dhe në duhet buka. Për gjellën, pastaj mora një kulur. Shqip, nuk e di si ta them. Pastaj mora një kos. Mora Klarës Haribo dhe pse nuk dua shumë t'i jap Haribo, po i pëlqen shumë dhe ndonjëherë ja. Mora baby patate, që më pëlqen shumë dhe në gjellë për të zjerë dhe mora dhe një qumësh me protein. Si që ju kam thënë, ju tha shqipja ime nuk është e mirë. Si që ju ka thënë të marrë këtaja, mund të gjenë të dëmeja, të Rever, në çdo supermarket, të këtuja. Është shumë e mirë, më pëlqen shumë dhe bëj domethënë çdo masdite. Ku marr Klara në kopshti dhe dua të ri të pi diçka tjetër dhe mos të pi energjike. Tek të këtuja është dhe me protein, mora dhe qumshim me protein, që kisha marrë radhën e parë, dhe më ngop dhe nuk haj dhe shumë ushqim, domethënë. I men që do haj una darkë nuk e konsumoj fare, domethënë. Drekën i men unë po haj mëngjezin, do e kuptoni juve. Unë i men po haj mëngjezin, drekën dhe darkë nuk e konsumoj fare, pi një kafe me atë dhe me qumshin që është me protein, dhe më ngop shumë mirë dhe jam okay. Dhe i men do haj edhe shifemi më vonë. Do vete të bëj takime dhe ku të kthem në shtëpi ose do dal me Klara një çik te parku, ku të kthem do ju tregoj se çfarë më thanë. Dhe çfarë kuptova, po si ajo shqiptarja. Paçim. Sa po dola në shtëpi dhe kam marrë të çadë këtu, si ndoshta pastaj që të marr Klara, ndoshta dalim tek po bëton dhe nuk e di, të shoh. Edhe kam marrë çantën që aty brenda kam disa ngjyra për Klarë. Po të marrë çadrën. Të marrë çadrën si vjetën është. Edhe kam disa ngjyra për Klarën që të vizitoj poshtë. Te parku. Edhe fos prisni pak. Në parku. Si që mos bie.
Okej. Edhe kështu, edhe çadër që i kam të mbartur. Mirë. Edhe, si që pash, jam bërgati, do shkoj të takimi, që është të kopshtë, do më thënë. Unë gjithmonë, dhe pse më bë derën, përsëri dua ta rishikoj dhe më gjes. Ku qoj Klara, përsëri kthehem për ta parë. Nuk e di më ka kap kjo si stres kështu për derën. Kanë që. Edhe të shikoni qik se si është koha këtej. Shikojni kohën. Si kemi. E pat kohën, se si kemi. Edhe dikush po gatuan të shkoj. Të shkoj dhe unë të shpjeti të haj. Diçka po gatuan. Më falni, po më tharim. I kanë dhe vjen. Shka po gatuan dhe nuk e po më pëlqe ka si aromë. Kush je gjagji? Teta. Dhe që lartë kemi gabat që bërtasën. Edhe të shkoj. Se... Okej, jam herët, nuk jam vonë, po më mirë herët se sa vonë. Shifini këtu. Kanë barur vezë plastike për pashkët. Më pëlqen, kjo zona këtu më pëlqen më shumë sepse ka lepra. Ka shumë lepra dhe janë është të mirë. Dupa të kishe një lepër në shtëpi. Lepërush. Dhe po cërkon njërës. Shponi. Po cërkon shi. Mi që mora çadrën. Po duhet kishe marrë dhe pellush më vete. Të futëm në pyllë më mirë. Të bëj një shëtitje në pyllë, se janë dhe herët, dhe të bëj një shëtitje në pyllë. Të djek atë që hënga. Se kam bërë byrek me lek për ditën e Nevruzit, ju uroj të gjithë gëzuar. Edhe kush qellovi thoni juve? Të gjithë do thoni Klara. Po jo njerëz, nuk është qellovi as Klara, as una, as burim, po qellovi shtëpia. Edhe kështu. Ata e qellovi shtëpia, lekun. Edhe si thua duhet të blesh diçka për shtëpinë. Po nuk e di çfarë të blej për shtëpinë. Çfarë të blej shtëpisë? Nuk do herë blej shtëpisë, herë blej vetësim. Se ndaj kem të shtëpia, po çfarë të blej nuk e di. Pash sot tek te dyqani që kemi këtu afër të shtëpia, te zona që e bënojmë, pash një vazë të bukur. Po jo, s'po e doja. Më pëlqevi si vazo, më pëlqevi, po nuk po e doja njerëz. Po dua diçka tjetër të blej, po nuk e di. Çfarë? Ju çfarë bleni kur i qellon leku i shtëpisë? Nuk e di, e bëni, a keni këtë byreku me lek. Po neve na qelloi shtëpisë dhe nuk e di çfarë të blej. Edhe kështu po vete, po bën shumë. Sot do më thënë tër ditën jam dua të bëj muhabetun. Prandaj po vazhdoj. Sot të ditën jam marrë me TikTokun. Prandaj kush nuk më ndjek në TikTok të më ndjeki. Se dhe atje dua që të rris audiencën, njerëzit atje followers. Edhe po mundosha po bëja një live që njerëzit të ndjekin domethënë ku bën live. E po bëja live në TikTok, pastaj hyra të bëja live edhe çik në YouTube, nuk e di a ishit të live im. Po kush ishte? Ju përshëndes dhe në vlog. Dhe ka filluar përsëri të bëj dhe live në TikTok, në YouTube. Vetëm Instagrami ka shpëtuar në live.
Se kështu them, vetëm ai ka shpëtuar duke bërë që unë po bëj live. Më lot kjo dora që fshu kam thëmë që kam me problem brylin. S'mundem shumë ta marr telefonin nga kjo dora. Do duket video shumë afër, po s'kam çfarë bëj njerëz. Do më kështu. Edhe kështu. Të shkojmë te kopshti I Klarës. Jem këtu, në mes të tullit. Mua më pëlqen shumë ku çoj Klara në kopsht të kaloj këtej, po Klara ose edhe ku e marr të kaloj këtej, po Klara thotë nuk është këtej shtëpia dhe fillon e qan. Se thotë është ande rruga. Edhe preferoj pastaj ta çoj ande më mirë se sa të qaj. Po më pëlqen shumë të hecin në mes të pemëve. E këtu edhe më po ju lej se po më ftofet dora shumë. Paçi.